Ju përshëndes mos pari atje, edhe Faleminderit shumë. tashti për temën pa i vlerësohet kësa janë konë prind gjallë, nona, baba, pa 20 ditë, ata tash janë në mshim. Atëherë është vlerësu gjithçka, kurse tash mos ka. Ka marrë fund krejt. Kaq është. Po, vetëm thua se janë prindrit gjallë, respektohen edhe janë familjarët kështu më të afërt. Pastaj Po. distancohen gjithë, ë? Po cila mund të jetë arsyeja, sepse nganjëherë në Po, arsyeja nuk muj me ditë, ai vllau tash i ka marrë fëmijën e vet. S'ka nevojë për mua më, edhe ta kthen shpinën edhe. Ti thua se nuk ka nevojë për ty, si nuk ka interes nga ti, largohen? Po, largohen, po, janë sukur si janë largu tash edhe i kam bë thirrje sa herë, i kam masi. I kam thonë që s'ban kështu të asi. Po, i tash ti atë trull si e ka ble baba, du të me da për gjys me vllain. Po tash mas lufte kur a kanë shtëpia vjetër u prish, une kontribova e nëreqa tren aty, e bana tren. E vllau mërbos tash jeton aty, une tash edhe ma ka kthy shpinën, shka kam i ba, hajt, vezi vllau, do të me dëru për hatër të prindves janë, shka me ba. Zotri Anton, Edhe faleminderit. nuk e qaj ma gatë këtë punë, i tham mani rrepra. Shka mi ba. Po ti vjen Kosovë kështu e takon? Po, vin, po. Po mu ka dasht tani zonja Saliu mu ka dasht mu me ble edhe banesën e kam ble sheri mos më shku me pengu aty ma. E kam ble banesën teme në Gjakovë edhe kur shkoj, nuk shkoj mat aty, shkoj në banesë teme. Po kjo nuk ka drejt, po shka me ba. Hajt. Po ti si vlla prapë takon edhe ke kontakt me të shumë normal kështu. Po, normal e kontaktoj kështu, po mu bom ja përmend pedoj, apo ma pjeston hisen, i do këtë rona, i ka qef mja ulan djem veton, jam ka e di. Kështu që jam largu, e kam pasë nuk dën, e kam lanë rahat. Edhe i kam thonë mirë që pra, në regull, unë e kam ble banesën edhe kur shkoj në banesë teme që atje edhe hajtë. Zotri Anton, faleminderit shumë. Pa me bon, zonje Saliu. Po. Ja të përshëndes shumë. Edhe ne ty shumë faleminderit. Me qenë me shëndet, kjo është kryesore. Kur mundosh me letu pak vetës, në ndërkohë e dim